Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim në rrjetet sociale për të bërë thirrje të gjithë mbështetësve të tij të bashkohen protestës së qytetarëve para selisë së qeverisë. Berisha theksoi se kjo është lëvizja më e fuqishme kundër kryeministrit Rama, andaj të gjithë opozitarët duhet të jenë në shesh. Unë bëj thirrje çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështesë këtë protestë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Berisha theksoi se asgjë, as thirrjet kundër tij nuk duhet i pengojnë demokratët të bashkojnë protestuesve. Natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të erësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Nga ana tjetër, kryetari i PD-s akuzoi kryeministrin Edi Rama se e përdori festën e krijimit të Partisë Socialiste si anti-miting ndaj revoltës së qytetarëve. Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e Partisë Krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Për një javë, Partia Demokratike, e cila fillimisht nuk e mbështeti protestën, ka ndryshuar qëndrim duke u bërë pjesë e saj dhe duke kërkuar plotësimin e kërkesave të qytetarëve që prej 2 javësh mblidhen çdo mbrëmje para kryeministrisë.